Zoti Demira, kryefjalë e mediave botërore gjatë javëve të fundit ka qenë atentati ndaj Donald Trump. Ndërkohë sa herë ka atentate ndaj presidentëve të Shteteve të Bashkuara edhe në histori, gjithmonë le të themi portale të ndryshme, media të ndryshme, jo vetëm shqiptare, po edhe të huaja, kanë shumë konspiracione, shumë gjëra të cilat hidhen për publikun. A mund ta ndajmë dot faktin dhe konspiracionin në këtë histori? Jo, nuk mund të futem në atë pjesë sepse nuk hyte kategoria njerëzve që din shumë. Jam njeri me dije modeste, këtu në Shqipëri ka njerëz që janë të gjithë ditur. I themi ne në gjuhën e përditshme. Ju vetë si keni parë këtë gjë? Ai është një shoqëria amerikane është e fragmentizuar në mënyrë absolute, të paktën gjatë vitit 2026 dhe kjo nuk diskutohet. Ju e keni parë protesta deri në disa milion qytetarë, cilët janë të pakënaqur. Flasim për pjesën demokrate, të majtët. Ja, sidomos edhe lufta dha efektin e vet. Jo vetëm lufta, po edhe lufta është ajo që e ndezi fitilin, po përplasjet janë duke shkuar dhe për rrjelloj sigurisht që do ketë edhe raste të tilla. Ai ishte një sulm i cili që të shkosh deri te presidenti janë disa rreth sigurie që i themi ne dhe ai tentoi të futej edhe u neutralizua nga policia lokale dhe shërbimi sekret. Duhet të kalosh edhe 3-4 rreth tjerë që të shkosh deri te presidenti i Republikës. Presidenti i Amerikës është një ngjarje serioze, aq më tepër kur realizohet ndaj presidentit më të fuqishëm të globit, i cili pretendohet dhe mendohet si i paprekshëm. Por ju dini shumë mirë që askush nuk është i paprekshëm sot. Kjo bëri që edhe Vladimir Putin të shtonte masat e sigurisë për veten e vet për të patur një mbrojtje më të mirë. Vladimir Putin nuk e di tani, po Vladimir Putin edhe ai nuk ju dini që kanë qenë mbi 27 atentate për ta vrarë presidentin Putin edhe presidentat, edhe kryeministat të Izraelit ka pas atentate, disa kanë qenë suksesshme, disa s'kanë qenë suksesshme, por ajo që vlen të theksohet është që Amerika ka hyrë në një fazë ku po shkot drejt një ndarje midis dy kampeve, ndarje e cila shpresoj që gjithnjë bëhet edhe më thellë. Mos thellohet më tepër. Zoti Demiraj, duke qenë se jemi në këtë pikë, a ka bota një lloj krize për leadership global? Pa diskutim. Për të dhënë zgjidhje edhe këtyre konflikteve? Absolutisht. Në mënyrë të veçantë Bashkimi Evropian drejtohet në gjykimin tim modest, drejtohet nga njerëz të paaftë, të cilët nuk kanë qenë të aftë për t'i drejtuar siç duhet vendet e tyre. Këtë e kemi parë edhe me vendimin për të analizuar këto lloj krizash. Absolutisht, kriza ekonomike, po vazhdoi me këtë krizë ekonomike Bashkimi Evropian, Britania e Madhe, Franca, Italia, por jo vetëm, edhe Gjermania nuk kanë as materiale, s'kan as naftë, s'kan as gaz, s'kan as minerale të rrallë, janë të varur nga çdo gjë. Dhe në këtë këndvështrim, vendimi që i morën për ta mos mbështet presidentin Trump në gjykimin tim ishte i gabuar, sepse është Amerika e cila që nga 49 dhe deri më sot ka qenë baza kryesore që ka marrë peshën kryesore të sigurisë Bashkimit Evropian dhe arkitektura e sigurisë të Bashkimit Evropian pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e projekton dot fuqinë dhe përrjedhoi është e sfidueshme nga dy superfuqitë e tjera që janë Federata Ruse dhe Kina, por në mënyrë të veçantë Federata Ruse, pasi konflikti në Ukrainë, pavarësisht se disave i pëlqen, disave nuk i pëlqen, tregoi që nuk patën mundësi pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato nuk kanë mundësi të përballen me sukses kundër Rusisë. Zoti Demiraj, megjithatë shumë nga luftrat apo shumë nga mosmarrveshjet, betejat mund ta gjejnë dhe do ta gjejnë një ditë paqen e tyre. Duket se një nga luftrat që nuk ka as negociata, nuk ka as paqe, duket se flamuri i paqes është shumë larg, mbetet lufta në Partinë Demokratike. Ju jeni një dashamirës, aktivist, njëri që keni kontribuar me përvojën tuaj në këtë forcë politike. Çfarë po ndodh kur e shihni nga jashtë, nga larg dhe si e shihni tani që takoni edhe kolegët tuaj brenda kësaj force politike? Unë mendoj që Partia Demokratike është në një krizë për shkak se një pjesë e madhe e personave të cilët kanë përfituar nga Partia Demokratike, as kanë të paktën 5 vite, 6 vite, 10 vite, asnjëri nuk afrohet më te godina e Partisë Demokratike dhe unë këtë e shikoj me dhimbje të madhe. Unë vi nga fusha e forcat armatosura
nuk vi nga fusha e politikës, por mendoj që të gjithë ata që i bëjnë opozitës nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se mbështesin regjimin dhe përjelloj një qeveri, në rastin konkret qeveria Rama, e cila vazhdon të shtoj numrin e deputetëve ose fuqinë ose projektimin politik në të gjitha aspektet, duke kontrolluar të gjitha sistemet apo të gjitha institucionet shqiptare dhe duke në mënyrë që të merren me qeverinë, por duke goditur në gjitha momentet, të gjithë fraksionet të ndryshme të Partinë Demokratike, unë nuk besoj se është e shëndetshme për shoqërinë shqiptare në radhë parë, por në mënyrë të veçantë edhe për t'i dhënë mundësi Partisë Demokratike që një ditë të organizohet për të krijuar opsionin që të vijë në pushtet. Por mendoj që do duhet që edhe Partia Demokratike t'i hapi portat, kam thënë herën e fundit, të hapi komplet portat që të ofroj njerëz të tjerë me kontribute më të mëdha në të gjitha fushat nga të cilat vinë. Dhe nuk mendoj që Partia Demokratike duhet vazhdoj të ketë vetëm 15-20 figura, edhe ky është një nga problemet të cilat miqtë tonë demokrat, deri shpar kam qenë me 3 deputet Partisë Demokratike, duke pirë kafe këtu afër jush. Do me thënë, ky është problemi real që e thënë çdo ditë. Janë hapur ndo pak portat, e pat të hapura portat, apo janë shqyr fare dhe... Jo, unë mendoj që... I kanë shpartaluar dhe presin që të hyjnë tanqet e kundërshtarit politik. Jo, unë mendoj që Partia Demokratike do t'i shikoj me seriozitet, është duke i analizuar me sukses, me kujdes të gjitha këto problematike dhe vetëm në mënyrë që kjo forcë politike të vijë në pushtet, të krijoj, pra të frymëzoj popullin, është hapja saj dhe afrimi figurave të reja. Dhe sigurisht në këtë këndvështrim, kryetari i Partisë Demokratike, i cili është edhe politikani më me eksperiencë në Shqipëri, e ka të qartë se cilat janë rrugët, format dhe metodat për ta forcuar këtë forcë gjatë muajve në vim. Zoti Demira, kur vini në Shqipëri sigurisht që vini me mendime të tjera, kur hikni mbase hikni me mendime të tjera, çfarë ju bën më shumë përshtypje? Kaosi në Tiranë është të mërshme. Sa herë që vinë në Tiranë, kaosi i ndërtimeve, pa kriter, sigurisht ka disa infrastruktura si që është UNAZA apo disa rrugë tjera, por që buxheti, sasia e fondeve që janë përdorur për to, koha në cilën ato janë ndërtuar dhe cilësia me cilën ndërtohen është një pikë pyetje e madhe, por sigurisht kaosi është mungon hapësira publike, mungon gjelbrimi, vetëm pallate, vetëm leje ndërtimi nuk arrit kuptoj fare si nuk u ngopën njerë me ndërtime. Pra është një kryeqytet krejtësisht kaotik. Sigurisht, sasia e turistëve është një anë pozitive, cilën Shqipëria në mënyrë të thojza pozitive, të frikshme, është rritur këto kohët e fundit, rinasisht e zhvillu me standarde perëndimore, në të njëjtën kohë edhe shërbimet janë në nivelet të larta, por që do duhet që edhe kjo pjesa tjetër të kishte përmirësime. Ju vetë Demira, kujt do ktheheni sërish përfundimisht në Shqipëri, se flasim vetëm për ikje masive, po jo për ardhje. Ajo që është qesharake, apo vetëm ëndra amerikane, është që këto që kanë larguar 1.100.000, 200.000 shqiptar, bëjnë samite diaspore dhe vinë diaspor për të grumbullu, për të mbledh votat tona, ndërkohë që këto janë përgjithësit e largimit të një pjesë të madhe të shqiptarëve jashtë vendit. Fatkeqësisht plagë e madhe. Zoti Demira, të falenderoj për gjithë mesazhet që ndat në Off the Record dhe realisht jam shumë mirënjohës për mesazhet që i dhat publikut. Shumë faleminderit.